Të vërtetat mbi Islami. Çfarë është në të vërtetë Islami? Disa njerëz, Islami është një fe që e njohin vetëm nga lajme. Për të tjerët është një emër i lidhur me imazhe, debate dhe paragjykime. Por sa prej nesh e kanë pyetur vetë, çfarë mëson realisht Islami? Kush ishte Muhamedi paqja qoftë mbi të? Çfarë besojnë muslimanët? Dhe pse pas më shumë se 14 shekujsh, Islami vazhdon të ketë miliona besimtar në çdo cep të botës. Ky dokumentar nuk ka për qëllim të detyrojë askon të besojë. Qëllimi është më i thjeshtë, të njohim Islamin nga burimet dhe mësimet e tij, jo vetëm nga ajo që dëgjojmë për të. Çfarë do të thotë Islam? Vjen nga fjala silm, që do të thotë paqe. Lidhet me dorëzimin dhe nënshtrimin ndaj Zotit, ndërsa në kuptimin fetar, ajo lidhet me adhurimin një Zotit të vetëm dhe jetën në përputhje me udhëzimin e tij. Në qendër të besimit Islam qëndron ideja e monoteizmit, të uhidit, besimi se ekziston vetëm një Zot i vetëm dhe i pashoq. Muslimanët besojnë se Zoti krijoi qiellin dhe tokën, jetën dhe njeriu. Në Kur'an, Zoti përshkruesi, krijuesi dhe mëshiruesi. Dhe besimtarët ftohen të reflektojnë mbi krijimin dhe mbi vetë jetën. Islami nuk e paraqet njeriu si krijesë pa qëllim. Sipas mësimit islam, jeta është një sprovë dhe një përgjegjësi. Pasuria, fuqia, bukuria, pozita dhe fama janë të përkohshme. Ajo që mbetet është mënyra se si njeriu ka jetuar dhe si është sjell me krijuesin dhe me njerëzit e tjerë. Kush ishte Muhamedi alayhis salam? Muhamedi paqja qoftë mbi të lindi në Mekë në shekullin e 7. Sipas traditës islame, ai ishte një njeri i njohur për besnikërinë dhe karakterin e tij edhe para shpalljes. Në moshën 40 vjeçare ai filloi të merrte shpalljen që muslimanët besojnë se vinte nga Allahu përmes me lajkes Xhibril. Mesazhi ishte i fuqishëm. Adhuroni vetëm një Zot, praktikoni dhujtarin, jini të drejtë, ndihmoni të varfrit, respektoni prindrit, mos mashtroni, mos bëni padrejtësi dhe kujtoni se një ditë do të ktheheni te Zoti. Mesazhi i tij u përball me kundërshtime të mëdha. Ai dhe ndjekësit e tij u përballën me presion dhe përsekutim. Më vonë ndodhi hijret, shpërngulje nga Meka në Medinë. Kjo ngjarje u bë aq e rëndësishme për historinë islame, saqë kalendari islam fillon pikërisht nga hijri. Muhamedi alayhis salam nuk konsiderohet nga muslimanët i krijues. Ai është thjesht njeri, krijesë e Zotit. Ai konsiderohet pejgamber, i dërguar i Zotit, dhe në islam është i fundit në vargun e pejgamberëve, vul e të gjithë të dërguarve. Islami dhe pejgamberët. Një nga gjërat që shpesh nuk kuptohet është se Islami nuk fillon me Muhamedit. Sipas besimit islam, mesazhi i monoteizmit është përcjell nga shumë pejgamberë gjatë Ademit, Nuhut, Ibrahimit, Musait, Daudit, Sulejmanit, Jahjas alayhis salam, Isaut alayhis salam. Muslimanët e respektojnë Isain si pejgamber të Zotit, por nuk e konsiderojnë Zot apo bir të Zotit në kuptimin hyjnor. Këtë pikë Islami ndryshon nga krishterimi tradicional. Megjithatë, Islami lidh këto figura në një histori të përbashkët pejgamberike. Mesazhi themelor sipas Islamit është adhuroni një Zot dhe jetoni me drejtësi. Kurani, libri qendror i Islamit është Kurani. Muslimanët besojnë se Kurani është shpallja e Zotit dhe se ai ju shpall Muhamedit alayhis salam gjatë një periudhe prej 23 vitesh. Kurani përmban tema të shumta: besimin, adhurimin, moralin, drejtësinë, familjen, shoqërinë, tregtinë, mëshirën, pendimin dhe jetën pas vdekjes. Por Kurani nuk është thjesht një libër me rregulla. Ai vazhdimisht i drejtohet njeriu që të mendojë, të vëzhgojë botën, pyes veten dhe të reflektojë mbi jetën. Për muslimanët, leximi i Kuranit nuk është vetëm një aktivitet intelektual, është edhe një formë adhurimi. 5 shtyllat e Islamit. Besimi islam shprehet edhe përmes 5 shtyllave të njohura. E para është shahadeti, dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, se Muhamedi është i dërguari i tij. E dyta është namazi. Muslimanët falen 5 herë në ditë. Namazi është një moment kur njeriu largohet nga zhurma e kësaj bote dhe i drejtohet krijuesit. E treta është zakat. Detyrimi për të dhënë një pjesë të pasurisë për kategoritë të caktuara të njerëzve në nevojë, sipas kushteve të përcaktuara. E katërta është agjerimi i Ramazanit. Nga agimi i dijen e perëndim të diellit. Muslimani që është i aftë dhe plotson kushtet agjiron nga ushqimi dhe pija. Por Ramazani nuk synon vetëm urinë, ai synon disiplinën, vetëpërmbajtjen, mirënjohjen dhe mëshirën. Shtylla e 5 është haxhi, pelegrinazhi në Mekë, i cili kërkohet një herë në jetë për muslimanin që ka mundësi fizike dhe financiare ta kryejë. A është Islami fe e paqes? Kjo është një pyetje që dëgohet shpesh. Përgjigjja nuk mund të reduktohet në një slogan. Islami ka një traditë të gjerë mësimesh mbi mëshirën, drejtësinë, faljen dhe mbrojtjen e të dobtit. Të njëjtën kohë historia islame, ashtu si historia shumë qytetërimeve të tjera, përmban edhe paraqitje të momenteve historike, paraqitje të momenteve të përplasjeve të ndryshme, por qëllimi ka qenë gjithmonë dhe mbetet i drejtë. Paqja dhe vetëm paqja. Ndaj, ne duhet të promovojmë paqen, sepse Islami në rrënjën e vet është vetë paqe. Gruaja në Islam. Pozita e gruas në Islam është një pozitë shumë e lartë. Zoti i Madhërisht e zbriti një sure me emrin Surja Nisa, që trajton rolin dhe rëndësinë që ka nëna, gruaja, vajza, motra. Prandaj Allahu i Madhërisht e ngriti kaq lart. Pastaj zbriti edhe një sure, Surja Merem, për të treguar për nënën e ndershme të Isait alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam kur foli për nënën, tha 3 herë duhet kemi kujdes. Pra i dha një pozitë shumë të lartë dhe dalloi sepse ajo
pra ka të drejtën për të qenë ose në. Dhe ajo është kujdestarja edhe edukatoria bresa. Mëshira, bamirësia dhe përgjegjësia. Një nga temat që përsëritet shumë në mësimet islame është kujdesi për të tjerë. Timi i varfri, udhëtari, qiu, koishiu, pra prindi i afërmi, madje edhe kafshët dhe natyra trajtohen në traditën islame si krijesa ndaj të cilave njeriu ka përgjegjësi. Në islam besimi nuk shihet vetëm si diçka që ndodh brenda xhamisë, ai duhet të shfaqet në sjelljen, tregtin, familjen, punë, në marrëdhënie me fëmijët, kuishit dhe në mënyrë se si njeriu sillet me dikë që nuk ka asgjë për t'i dhënë në këmbim. Sepse nga pyetjet themelore të islamit është çfarë lloj njeriu po bëhesh? Çfarë beson muslimani për vdekjen? Islami mëson se jeta toksore nuk është fundi. Muslimanët besojnë në ringjallje, ditën e gjykimit dhe jetën e përhershme. Sipas besimit islam, çdo njeri do të përballet me përgjegjësinë për veprat e tij. Por njëkohësisht në islam theksohet fort mëshira e Zotit. Pendimi është mundur, njeriu mund të kthehet te Zoti, mund të kërkojë falje, mund të ndryshojë. Çfarë është e vërteta? Ndoshta e vërteta mbi Islamin nuk mund të përmbledhet në një titull lajmi, as në një video të shkurtër, as në një debat në internet. Për ta kuptuar Islamin duhet të shkosh te burimet, të lexosh Kur'anin, të studiosh jetën e Muhamedit alayhis salam, të mësosh historinë, të dëgjosh edhe kritikët, edhe besimtarë, dhe mbi të gjitha të dallosh mes fesë, kulturës, politikës dhe veprimeve të individëve. Islami në thelbin e besimit të tij i drejtohet njeriu me një pyetje të thellë: kush është krijuesi yt dhe çfarë do të bësh me jetën që të është dhënë? Për miliarda njerëz në botë përgjigjja është Allahu. Ta Islami nuk është vetëm një identitet, është mënyrë jetese, është adhurim, është përgjegjësi, është shpresë dhe është besimi se përtej kësaj jete të përkohshme ekziston një jetë tjetër e përhershme. Ndoshta pikërisht këtu fillon kërkimi i vërtetë, jo duke pyetur çfarë kam dëgjuar për Islamin, por çfarë thot vet Islami. Ky ishte një udhtim i shkurtër në disa nga parimet themelore të Islamit. Nëse dëshiron ta kuptosh më thellë, kërko burime dhe studio më tej, sepse e vërteta nuk ka frikë nga pyetjet. Shpërndajeni këtë dokumentar sa më shumë në mënyrë që të mësojnë dhe të tjerët.